Qeveria e Kosovës në udhëheqjen e Albin Kurtit nga 29 dhjetori do të nisë shpërndarjen e shtesave për 100 eurosh për pensionistët dhe për fëmijët deri në 16 vjeç, një masë që synon për krajen e kategorive më të ndjeshme në kushtet e rritjes së çmimeve. Janë mirëseardhëna, si shtesat fëmijore nga 100 euro, si për pensionistët, me që pensionet i kemi për momentin dopta, krahasim me çmime, me çmime që ka ngritje çdo muaj. Kjo një ndihmë është solide për këtë vit të ri, kinjes familjar, bar një zbutje të harxhimi shabot për vitit. Janë mjaftueshme, janë, po. Mjaft janë, po. Ndërkas një tjetër qytetar duke qenë mirënjohës për ndihmën ka dhe një dëshirë. Po me fjetuj më e mirë, me fjetu edhe me në vonë prakoj, pak me në vonë me në rritë që do sociale, që do sane, edhe pëse kemë nevoj. Pavarësisht qëndrimeve të ndryshme, qytetarët e përshkruan këtë shtesë si një ndihmë të mirëpritur, veçanërisht për familjet dhe pensionistët që përballen me vështirësi ekonomike. Kujtojmë se në profilin e tij në Facebook, kryeministri Kurti ka shkruar mbrëm se mosvotimi i buxhetit nga opozita na ka vështirësuar punën temase, mirë po ne kemi bërë të pamundurën që edhe këtë vit të sigurojmë mbështetjen e fundvitit, e cila do të procedohet para natës së vitit të ri.